الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين على رسولنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Allahu në madh I vetëm që është krijuesin e gjithësisë dhe njerëzisë e falenderojmë. Allahun e vetëm që meriton atë e madhrojmë dhe prej Allahut ka falje dhe rahmet kërkojmë. Kërkojmë këto momente ku Allahu fal në kohë të xhumas, e lutim Allahun për falje për mu, për ju dhe gjithë muslimanët kudo që të jenë, Allahu na fal gjunahet. E lutim Allahun e madh që Allahu na kaplon me rahmetin e tij dhe Allahu të na bën nasib shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe xhennetul firdausin. Amin. Gjuha më e mirë në këtë çast është gjuha që çon salat dhe selam mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. I çojmë salat e pejgamberit alayhi salam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati pranishëm, xhamati dashur, jo që keni da kohën sot në këto momente për ta madhruar Allahun, e lutim Allahun e madh që Allahu të na ngrit në gradat e larta në xhennet. Amin. Mesazhi I hutbës është mungesa e drejtësisë sjell trishtim, sjell nënçmim, sjell fesat në tokë. Dhe sot bota është mbush me padrejtësi dhe me zullum. Sot bota është mbush me gjakderdhje. Sot gjaku I pafajshëm dirdhet. Sot gjaku I fëmijëve, pleqve dhe grave dridhet për shkak mungesës së drejtësisë të njerëzve. Islami është ngrit mbi parimin e drejtësisë. Islami thret në drejtësi. Allahu në Kur'an thot inna Allaha ya'muru bil 'adl wal ihsan. Allahu thot në Kur'an inna Allaha ya'mur, na urdhëron të jemi të drejtë, wal ihsan, dhe të bëjmë mirë. Derisa jemi praktikues të kësaj drejtësie hynore dhe derisa jemi bamirës, atëherë do të ngriten vlerat e muslimanëve. Por vlerat e muslimanëve nuk ngriten me fjalë derisa nuk ngriten me vepra dhe me drejtësi. Kur ka zullum, nuk ka rregulla. Ku nuk ka rregulla, bëhet fesati. Prandaj jeta ka të bën me besimtarin, po jo me besimtarin zullumçar. Ka thënë Ibn Taymija rahimahullahu taala, Allahu e ndihmon një shtet edhe nëse janë jo musliman, po janë të drejtë, Allahu e ndihmon atë popull. Por e shkatërron një popull I cili janë musliman, po janë zullumçar. Edhe du dy segmente me përmend shumë të rëndësishëm. Ajo është që sot dikush po anmestohet me thonë unë jam musliman. Musliman me një standard të dynjas të lartë e ndihmon kufrin për mi bë zullum muslimanëve. Islami nuk ngritet me standardin ekonomik, Islami ngritet me standardin e drejtësisë. Nëse ti në pamjen tënde thu se unë jam musliman dhe shtet musliman thojza, ama ban zullum pjesën tjetër, ama veshesh me çarshaf, e ki e gjemsin, e ki helikopterin, e ki aeroplanin, e ki luksozin, e ki bazën e naftës, ama nuk e ki drejtësi në shpirtin tanë, Allahu ka më të shashtris për në këtë dynja dhe në ahiret. Neve nuk na duhen musliman të këtij llojit. Neve na duhen musliman që janë të drejtë. O vëllezër, thot Allahu në Kur'an, "Wa idha hakamtum bayna an-nas fahkumu bil 'adl." Dhe nëse gjykoni në mesin e njerëzve, gjykoni vetëm se me drejtësi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se sot ku s'ka drejtësi, ka trishtim, ka gjakderdhje, ka luftë, edhe sot fesati është shtu shumë për shkak mungesës së drejtësisë. Ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dëshmuesi dhe vepruesi dhe ai që thiri në drejtësi në ditën e parë kur Allahu ja dërgoi pejgamberllëkun, edhe para pejgamberllëkut ishte el emin, më I drejti dhe më besniku. Ishte I drejtë edhe të paria e krishterëve të asaj kohe, Rasulullah ishte el emin, besnik. Ja besuam. Ishte besnik para pejgamberllëkut, ishte I drejt para pejgamberllëkut dhe ishte I drejt mas pejgamberllëkut.
Muhamedi sallallahu alaihi wasallam instaloi drejtsinë për gjitha kohrat dhe gjitha veprat. Ne, a jemi implementues të drejtësisë pejgamberit apo thojna se pejgamberi ka pas drejtsinë për në kohën e vet, siç thonë disa islamofobë? Jo. Rasulullah alayhi salam ishte ai i cili instaloi, ishte që e bani revolucionin e drejtësisë në historinë e njerëzimit. Ka disa muslimanë thojza që në ku kuptojnë drejtsinë e pejgamberit thojnë filani i drejt, filani i drejt. Jo, i drejt është ai i cili gjykon me Kur'an dhe me Sunet. I drejt është ai i cili din vlerat e Sunetit dhe Kur'anit famlar dhe vepron me këtë. Prandaj drejtësia e Rasulullahit ishte e ndërtuar mbi 3 parime. Mbi parimin e bazës hynore që Allahu ja zbriti pi 7 katëqillnave Kur'anin, librin më të drejtë. Drejtësia e tij shihej me fjalë dhe me punë. Asnjëherë nuk ka rrejt pejgamberi alayhis salam, asnjëherë nuk ka mashtruar pejgamberi alayhis salam. Edhe drejtësia e tij e Resulullahit ishte në vepra dhe në sjellje, saqë shumë njerëz e pranuan dhe e pranojnë Islamin mbas vdekjes tij për shkak të drejtësisë pejgamberit alayhis salam. Ama janë disa njerëz që ky musliman rënacak, që ky mashtrues, që ky zullumçar. Qysh mundet mu kanë muslimani i drejt e zullumçar, rënacak, mashtrues, ka bollxhi malli të huj, edhe thot unë kam me shku në xhennet. S'ka xhennet pa u kanë i drejt. Xhenneti është i krijuar vetëm se për njerëz të drejt. Prandaj me drejtësi je njeri, me drejtësi ndërtohet familja, me drejtësi ndërtohet shoqëria. Prandaj drejtësia është shoku i tauhidit, i besimit në Allahun, ndërsa zullumi është shoku i shirkut. Allahu në Kur'an, inna shirka la dhulmun adhim. Padrejtësia më e madhe është mi bë Allahut shirk, e kur ti bëj shirk Allahut, pastaj gjitha tjera ti bën. Ka thonë njëri prej ulemave, drejtësia është shkak për ngritjen e shoqërisë dhe sekret i sigurisë. A don siguri, dush mu kanë i drejt. Edhe kjo drejtësi buron se vetëm nga fjala e Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj xhamati ndershëm, dynjaja vazhdon me drejtësi dhe pa drejtësi. Sa herë ka me pas të drejtë dhe të pa drejtë? Sa herë ka me pas zullumçar dhe njerëz bamirës? Pyetje vetit dhe ty, ti në cilën pjesë, në cilin tabar je? A je nga të drejtit apo nga mashtrues dhe tradhtarët dhe rënacakët? Mirë po, nuk vazhdon jeta ham musliman, ham zullumçar. Me promovu ftyrën e muslimanit, a me pas zemrën e munafikit. Me promovu vlerën e drejtësisë, a jetë tradhtar në vepra dhe në fjalë. O vëllezër, nuk jemi të krijuar ne si ummet me qenë të nënçmuar dhe pe përfundoj. Sot muslimanët janë të nënçmuar për arsyeën e vetme se nuk janë të drejtë, duke filluar të ashtuquajturit prisit e botës islame, që promovojnë se janë të drejtë, ato i bëjnë kurthat më të mëdha në bashkëpunim me shejtanët më të mëdhaj për t'i dobësuar muslimanët. Prandaj ne jemi ummet për të ngrit vlerën e drejtësisë, jo për të ngrit vlerën e padrejtësisë dhe zullumit. Thot Allahu në Kur'an, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Pse sot jemi poshtë, nuk jemi ngritur lart, se mungon drejtësia. Allahu thot në Kur'an, ju jeni a'launa, ju jeni mbi gjithë të tjerët me një kush, nëse jeni të drejtë. Ama të drejtë, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar të drejtë. Edhe thot Allahu në Kur'an, ne nuk jemi të krijuar si ummet me qenë fjala e Zotit, fjala e kufrit mbi fjalën e Zotit, wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla. Allahu për pabesimtarët fjalën e kufrit duhet me qenë poshtë, wa kalimatullahi hiya al-ulya, dhe kjo është esenca e krijimit ton për ta ngritur fjalën e Allahut. Elus Allahun e madh në këtë kohë të zullumit, Allahu mos na ban pjesë që neve mund ndëshku për shkak zullumçarëve dhe të padrejtëve. Allahu na baft neve të drejtë, ya rabbel alamin. Allahu na baft të drejtë në tauhid, në besimin me besu Allahun, me madhru Allahun ashtu siç meriton, me ndjek sunetin e pejgamberit siç meriton, me thon fjalën e hakut vazhdimisht edhe me qenë pasues e ehli sunnetit. Lusim Allahun e madh që Allahu musliman t'i ruan kudo që të jenë.
Allahu t'i ruaj musliman në Gaza dhe në çdo vend. Allahu i shkatrov zullumçar dhe të padrejtit. Allahu i shkatrov zullumçar dhe të padrejtit. Ata që bëjnë kurtha, Allahu ja bëjnë kurthat më të mëdha ya Rabbel Alamin. Allahu i udhëzoft musliman kudo që të jenë. Allahu i pranoft lutjet tona dhe dalshmi fitimtar nga kjo xhumë ya Rabbel Alamin. O Allah, ruaj gjakin e muslimanëve. O Allah, ruaj nderin e motrave të muslimanëve. O Allah, ruaj fëmijët e muslimanëve. O Allah, udhëzoj rinin ton ya Rabbel Alamin, Kur'an dhe Sunnat. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا مثبت القلوب اللهم طهر قلوبنا اللهم ثبت أقدام المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك اللهم انصرنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون